Ministri Fatmir Limani deklaroi për televizionin Shenja se është duke pritur vendimin e lëvizjes Besa për të nisur më pas veprimet e tij. Lidhja e sindikatave bllokoi sot odën ekonomike, të martën pritet ta bllokojë edhe qeverinë. Nga sot fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë e kanabisit, do të verifikohen 43 licenca. U akuzua se i ndihmoi biznismenit me Novkën, djalli jep tërheqje kreu i Komisionit Rregullator të Energjetikës Marko Bislimovski. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Fatmir Limani është emri që ka shkaktuar një lëkundje serioze në koalicionin qeveritar, së paku në pjesën shqiptare. Ai tashmë ka shpallur publikisht ndarjen me partinë e tij, Lëvizja Besa, duke i sfiduar ata se nëse do të vendosin për largimin e tij, ai do të nisë të veprojë për të demaskuar veprimet e bashkëpartiakëve. Kam heshtur sepse jam i matur, por nuk duroj dot të mbaj samarin e të tjerave, ka deklaruar Limani në një prononcim për televizionin Shenja. Për fatin e Limanit brenda Lëvizjes Besa pritet që të vendoset në kuvendin qendror të Besës që mbahet sot në mbrëmje në Tetov. Ndërkohë që largimi nga partia duket pothuajse i sigurt, diçka e tillë nuk pritet të ndodhë me vendin e tij në qeveri ku kryeministri Mickoski ka cilësuar si vlerë të shtuar të ekzekutivit. Ministri i Punës Sociale, Demografisë dhe Rinisë Fatmir Limani është prononcuar ekskluzivisht për televizionin Shenja, me çka dërgon sinjale deri partisë AM, Lëvizja Besa, që mezi po e pret guximin e tyre që të marrin vendimin eventual për ta përjashtuar, që pastaj ky i fundit të veprojë. Ministri aktual ka deklaruar se nuk mund t'ia mbulojnë skandalet partisë së tij. Kam heshtur sepse jam i matur, por nuk duroj dot të mbaj samarin e të tjerëve. Unë kam dëshmuar vetën me punë dhe projekte konkrete, prandaj edhe nuk mund të mbuloj dështimet e askujt. Në radhë të parë, për interesi i përgjithshëm, qëndroj në anën e profesionistëve që janë shtypur e shkelur vetëm se nuk kanë pasur mbështetjen e duhur. Limani tutje shtoi se ka punë dhe vepra konkrete me të cilat e dëshmon punën dhe aktivitetin e tij si ministër në këtë resor. Kam bërë mbi 500 punësime, afër 100 vetëm në Tetov, mbi 100 punësime në Çajër, në Përqerdhe, projekte të shumta për hapje të qerdheve të reja, në Çajër, Hasanbek, Studeniçan, Zhelin, Strug, Dollnen e të tjera. Hartova ligjin e dhënies së provimit në gjuhën shqipe për edukatorët, certifikatat në shqip e shumë punë të tjera. Kujtojmë që mbrëm Bilal Kasami ka lëshuar një varg akuzash pa precizuar emra konkret, duke shprehur pakënaqësi nga funksionarët e Lëvizjes Besa dhe sonte do të merret një vendim në kuvendin e Lëvizjes Besa në raport me vazhdimin e rrugtimit të kësaj partie. Vendim për të cilin Limani u shpreh se e pret me padurim. Ndërkohë, kryeministri Kristian Mickoski ka deklaruar sot se ministri Limani është vlerë e shtuar në qeveri, duke aluduar se ai nuk do të largohet nga ekzekutivi. Ndërkohë, një emër tjetër që nxiti përplasje verbale është ministri i Drejtësisë Igor Filkov. Kryeministri Kristian Mickoski ironizoi deklaratat e fundit të Bilal Kasamit duke deklaruar se Filkov mund të përfshihet në rikonstruim të qeverisë. Nuk e di, ndoshta duhet ta pyesni zotri Bilal Kasamin, ironizoi Mickoski. Me të njëjtën dozë të ironisë u përgjigj edhe ministri Filkov. Kur të jetë Bilal Kasami kryeministër, atëherë ndoshta ai do të tregoj kush do të jetë ministër, ka deklaruar Filkov. Deklaratat e fundit e njërit prej liderëve të Vlenit Bilal Kasami, ku tha se ministri i Drejtësisë Igor Filkov mund të përfshihet në rikonstruim të qeverisë, ka ngjallur reagime ironike në mes partnerëve të koalicionit qeverisës, gjithsesi VMRO, DPMN, Znam dhe Vlen. Se a do të ndodhë me të vërtet kjo, kryeministri Kristian Mickoski u përgjigj shkurt, por me ironi të dukshme, duke sugjeruar që pyetja të drejtohet për Kasamin. Pa ne znam, to može biti treba da ga prašite gospodin Bilal Kasami. Me të njëjtën dozë të ironisë ndaj Kasamit u përgjigj edhe ministri i Drejtësisë Igor Filkov. Кога ќе биде Билал Касами премиер, тогаш веројатно он ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не.
а до тогаш владењето на правото, односно почитувањето на уставот и законите ќе важат за сите. Kujtojmë se kreu lëvizjes Besa dhe njëherësh njëri ndër krerët e Vlenit, Bilal Kasami, në një emision në televizionin 21 të mërkurën tha se ministri i drejtësisë Igor Filkov me deklaratët e tij për kërkesën e studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës ta jepet edhe në gjuhën shqipe, po përpiqet të mbulojë dështimin e tij me tema etnike, ndërsa paralajmëroi se Filkov do të përfshihet në rikonstruimin e qeverisë. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë sot bllokoi odën ekonomike të Maqedonisë së Veriut, duke kërkuar të ulen në tavolinë me punëdhënësit dhe të merren vesh për një pagë minimale prej 600 eurosh. Kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov njoftoi se të martën do të bllokojnë edhe qeverinë, ndërsa shtoi se hapi i radhës mund të jetë greva e përgjithshme. Blokadat dhe protestat e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë po marrin gjithnjë e më shumë dinamik. Ashtu siç ishte paralajmëruar, LSM sot bllokoi odën ekonomike në Maqedoninë e Veriut, duke kërkuar të ulen në tavolinë me punëdhënësit dhe të merren vesh për një pagë minimale prej 600 eurosh. Kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov deklaroi se në protestë morën pjesë 21 persona para odës ekonomike dhe 21 të tjerë në kryqëzimin e afërt, duke vlerësuar se numri i vogël është pasojë e presioneve dhe kërcënimeve ndaj punëtorëve. Në të njëjtën mënyrë, Trendafilov njoftoi se të martën do ta bllokojnë edhe qeverinë, ndërsa shtoi se hapi i radhës mund të jetë greva e përgjithshme. Nëse nuk ndryshon diçka, herën tjetër do të vijmë me grevë të përgjithshme që do të kushtojë shumë më tepër se pagat tona të punëtorëve. Mbyllja eventuale e kompanive dhe institucioneve do të kishte kosto më të madhe ekonomike se sa rritja e kërkuar aktualisht. Para protestuesve, fjalë mbajti edhe kryetari i sindikatës së ndërtimtarisë, pjesë e LSM-s, Ivan Peshevski, i cili tha se punëtorët janë miqtë e tyre, ndërsa qeveria, e cila i gjobit dhe u dërgon inspektime, ai tha se është armiku i tyre. Të punësuarit tanë në sektorin privat janë në vendet e tyre të punës, herën tjetër do të jenë në rrugë, nëse në mes këtyre dy blokadave, pronarët nuk marrin guximin dhe nuk ulemi në tavolinë. Ndërkaq, blokadën e ditës së sotme e ka komentuar edhe kryeministri Hristijan Mickoski, i cili përsëri thotë se kjo protestë ka prapavi politike. Naprotiv, ja skoku što... Protestat e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë kanë prapavi politike të motivuara dhe të frymëzuara nga opozita. Publiku këtë ditë do të shohë atë që ne e posedojmë, sepse meriton të di kush janë personat që i bllokojnë rrugët dhe çfarë lidhjesh kanë me liderët e partive politike. Ndërkohë, edhe pse nuk kanë saktësuar ditën dhe datën e protestës, sindikata njoftoi një protestë të re të madhe në një ditë jo pune me transport të organizuar, me qëllim që, siç e theksuan, t'u jepet mundësi të gjithë punëtorëve të dalin në rrugë. Nga sot do të fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë që janë të licencuara për prodhim të kanabisit për qëllime mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu deklaroi se do të duhet të kontrollohen 43 licenca për prodhim të kanabisit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e punëve të brendshme do të fillojnë nga sot kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë që janë të licencuara për prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar gjithashtu se qeveria ka marrë vendim për funksionalizimin e komisionit ndërresorial, me të cilin do të kryesojë antari emëruar nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas Aliut, ky komision është krijuar në vitin 2017, por nuk ka qenë funksional dhe nuk ka përgatitur qoftë një raport të vetëm deri më tani. Kolegët ndodhen në terren, nga sot fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme së bashku me MPB-n. Do të duhet të kontrollohen 43 licenca për prodhim të kanabisit mjekësor. Në mbledhjen e fundit qeveritare u soll vendim për emërim të anëtarëve të komisionit të ndërmjetërresoreve. Një person nga Ministria e Shëndetësisë do të kryesojë me të. U krijua në vitin 2017, ndërkaq nuk gjetëm asnjë raport për punën e tij, edhe pse është një ndër kyçet për të pasur qasje se çfarë po ndodh lidhur me prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Kontrollet e jashtëzakonshme të paralajmëruara nga Aliu në kompanitë e prodhimit të kanabisit për qëllime mjekësore bëhen për arsye se ditë më parë në një aksion të policisë u kapan afërsisht 40 ton marihuanë në vend, po edhe për arsye se 5 ton të tjera kaluan kufirin e u kapën në Serbi. Prokuroria Themelore Publike e Shkupit ka përfunduar hetimin për zjarrin e madh që shpërtheu në korrik të vitit të kaluar në një depo në Vizbek të Shkupit. Në lidhje me rastin është ngritur akt akuzë kundër
3 personave fizik dhe 1 person juridik për rrezikim të mjedisit jetësor dhe natyrës. Prokuroria Themelore Publike Shkup ka ngritur akt akuz kundër 3 personave fizik dhe 1 person juridik për veprën penale rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina në lidhje me zjarrin në deponi në Vizbek. Prokuroria ka theksuar se në periudhën nga 28 shkurt 2025 deri në 9 korrik 2025 të akuzuarit në mënyrë të paligjshme kanë lënë grumbulluar dhe menaxhuar mbeturina të rrezikshme. Mbeturinat sipas prokurorisë kanë përmbajtur substanca me veti shpërthyese të ndeshme, irituese, toksike, kancerogjene dhe ekotoksike në një parcel kadastrale në Vizbegov, për të cilën nuk kishin leje përkatëse nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, njoftojnë nga prokuroria. Më 9 korrik 2025, në lokacionin ka shpërthyer zjarr, i cili për shkak të përmasave dhe rrezikshmërisë nuk ka mundur të vihet nën kontroll. Me rast është djegur një pjesë e mbeturinave të depozituara në kundërshtim me rregullat. Kjo ka shkaktuar çlirim masiv të tymit të zi dhe ndojtje të konsiderueshme të ajrit, të konfirmuar nga majtjet e njësisë për mbrojtje atomike, biologjike dhe kimike pranë ARM-s. Nga prokuroria njoftojnë se pasoja përfundimtare e veprimeve të paligjshme të akuzuarve është edhe rreziku potencial i shkaktuar për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Ndërkaq ata theksuan se nga hetimi i tyre është konstatuar përgjegjësi tek një pronare dhe drejtuese e personit juridik të akuzuar dhe se akt akuz për veprime nga neni 230 paragrafi 6 është ngritur edhe një kundër një pronare e tjetër të shoqërisë dhe të parcelës, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, Marko Bislim-Moski, ka njoftuar kuvendin se ka paraqitur dorëheqje nga funksioni i këtij institucioni të pavarur, njoftojnë nga Komisioni Rregullator për Energjetik. Ndonëse ka dhënë dorëheqje, ai vazhdon të jetë ushtrues detyre kryetar deri në marrjen e vendimit për përfundim të mandatit në përputhje me ligjin për energjetik dhe statutin e komisionit. Bislim-Moski ishte në mandatin e tij të dytë 5-vjeçar si kryetari KRE-s. Në fund të janarit, policia financiare ka ngritur kallëzim penal kundër Bislim-Moskit, i cili dyshohet se nuk i ka hequr me kohë licencën kompanisë së pronësisë të Lupço Pecov, i njohur si djalli i akuzuar në rastin Zinxhir për evazion fiktiv tatimor. Problemi ka moçëm i parkingut në klinikën Nën Tereza në Shkup pritet të zgjidhet. Këtë e deklaroi sot Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili sqaroi se bëhet fjalë për një vendim për dhënie me qiratë të pasurisë së paluajtshme përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë me qytetin e Shkupit me qëllim organizimin, menaxhimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e parkingut në hapësirat e klinikës. Radhë të gjata, nervoz dhe kaos përpara rampave të klinikës Nëna Tereza, një realitet që pacientët e Shkupit e kanë përjetuar për më shumë se 10 vite. Sot, ky problem i kahershëm, sipas Ministrit të Shëndetësisë Azir Aliu, po hyn në fazën e zgjidhjes. Ai tha se pas shumë muajsh intenzive dhe kalimit të gjithë procedurave të nevojshme administrative dhe ligjore, më në fund kanë arritur një vendim me të cilin zgjidhet ky problem 10 vjeçar. Aliu sqaroi se bëhet fjalë për një vendim për dhënien me qiratë të pasurisë së paluajtshme përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë me qytetin e Shkupit, me qëllim, organizim, menaxhim, rregullim dhe mirëmbajtjen e parkingut në hapësirat e klinikës Nëna Tereza në Shkup. Në fazën e radhës, qyteti i Shkupit do të nisë projektim dhe ndërtimin e garazheve shumë katëshe në këtë hapësirë. Marrëveshja do të lidhet për një periudhë 15 vjeçare, me qiratë që vlen prej 10% të xhiros totale të realizuar për vit, dhe me të do të mundësohet modernizimi dhe rritja e ndjeshme e kapaciteteve të parking hapësirave në këtë hapësirë. Tutje, ministri tha se me këtë vendim mundësohet riorganizimi hapësinor dhe ndërtimi i garazheve shumë katëshe, ku po ashtu parashikohet monitorimi i plot i parkimit me vendosjen e tabelave informuese digjitale. Me këtë vendim mundësohet riorganizimi hapësinor dhe ndërtimi i garazheve shumë katëshe në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup. Në kuadër të angazhimeve tona për digitalizim, gjithashtu parashikohet monitorimi plot i parkimit me vendosjen e tabelave informuese digjitale, si dhe një udhëzues digital i posaçëm që do t'i orientojë qytetarët drejt parkimit. Gjithashtu, parashikohet rregullim urban dhe hortikulturor i hapësirës së Gjelbërt, shtigje përkombësor me ndriçim, gjithashtu me let ndriçim të modernizuar.
Ali u tha se do të implementohet edhe i ashtu quajturi sistem parkimi inteligjent, me senzor të integruar në çdo vend parkim për detektimin e vendeve të lira. Gjithashtu do të ketë kamera për regjistrim automatik të targave të automjeteve, aplikacion mobil për rezervim dhe pagesa të parkimit, si dhe lidhje me sistemin fiskal dhe e-qeverisje. Vetëm disa orë pas miratimit të qeverisë së re në Kuvendin e Kosovës, është mbledhur në mëngjes kabineti qeveritar duke mbajtur mbledhjen e parë. Kryeministri Albin Kurti tha se me formimin e Kuvendit të Kosovës dhe qeverisë së re tani është e hapur rruga për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të cilët kishin mbetur pa u miratuar në legjislaturën e kaluar. Ai tha se kabineti i zgjedhur prej tij ka potencialin të jetë më i suksesshëm në historinë e re të Kosovës. Pritjet që qytetarët kanë nga ne janë dëshmi e standardit të cilin e kemi vendosur vetë ne, të cilin duhet ta nderojmë, ta përmbushim çdo ditë. Jemi mbledhur qysh në ditën e parë të punës për të miratuar një listë të marrëveshjeve ndërkombëtare që po presin për një kohë të gjatë miratimin në Kuvend, ka thënë Kurti. Pas fjalës hyrese të Kurtit, qeveria e Kosovës ka proceduar në Kuvend projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026, për të cilin kryeministri Kurti ritheksoi se vlera e buxhetit është 4 miliard euro. Shefi i NATO-s Mark Rutte ju ka bërë thirrje aleatëve evropian dhe kanades të ejtën të rrisin shpenzimet e mbrojtjes dhe prodhimin industrial, duke theksuar se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj aleancës, por e kanë zhvendosur fokusin e tyre në Indo-Paqësor. Duke folur me gazetarët para takimit, Rutte tha se diskutimet duhet të përqendrohen në zbatimin e vendimeve të marra në samitin e Hagës, duke përfshirë rritje të investimeve në mbrojtje dhe forcimin e bazës industriale të aleancës për të siguruar parandalimin. Rutte tha se rritja e fundit në shpenzimet ushtarake aleate tregojnë se presioni nga Washingtoni po jep rezultate, duke vënë në dukje se aleatët evropian dhe kanades po përparojnë me miliarda të tjera për mbrojtje. Pavarësisht përgjegjësive globale të SBA-s, ai pret që Washingtoni të ruajë si ombrellë bërthamore, ashtu edhe një prani të fortë konvencionale në Evropë, duke i quajtur ato shtylla thelbësore të sigurisë transatlantike. Zvicra do të votoj në qershor të këtij viti për një propozim nga Partia Ekstremit të Djathtë, Partia Popullore Zvicrane, për të kufizuar popullsinë e vendit me 10 milion banor, një veprim që do të kërcënonte marrëveshjet kryesore me BE-n dhe sipas kundërshtarëve do të dëmtonte rënd ekonominë. Nëse miratohet iniciativa, do të detyronte që qeverinë dhe parlamentin zvicran të vepronin nëse popullsia e përhershme e vendit prej 9.1 milion banorësh kalon 9.5 milion, duke refuzuar hyrjen e të ardhurave të rinj, përfshirë azilkërkuesit dhe familjarët e rezidentëve të huaj. Nëse popullsia arrin në 10 milion, do të hynim në fuqi kufizime të mëtejshme dhe nëse numri banorëve nuk fillon të ulet, qeveria do të detyrohej të tërhiqej nga marrëveshja e lëvizjes së lirë që ka me BE-n, e cila është tregu më i madh i eksportit për Zvicrën. Popullsia e Zvicrës është rritur rreth 5 herë më shpejt se mesatarja në shtetet fqinje anëtare të BE-s gjatë dekadës së fundit. Rreth 27% e banorëve të Zvicrës nuk janë shtetës zvicran, sipas të dhënave qeveritare. SVP, partia e cila ka dalë para në çdo zgjedhje që nga viti 1999 ka bërë prej kohësh fushat kundër imigracionit, duke theksuar krimet e kryera nga të huajt. Kjo është e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë ru pafshim.